Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla xhelalu falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrollëzë për vazhdojmë dhe sot me lejnë Allah xhallahu ala me derse të rregullta pas namazit sabahut dhe kemi trajtuar për gjatë një cikli të gjatë tregimin e Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, një ngjarje të rëndësishme dhe interesante nga jeta dhe koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas që kemi përfunduar atë, tash vazhdojmë me një cikël të ri ligjëratash që shpresoj që Zoti xhallahu na bën dobi me to në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Padyshim se çdo trajtim i joni që ne e marrim dhe çka do që të mësojmë si besimtar, sillet rreth fjalës së Allahut xhallahu ala dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ose do të mësojmë diçka nga Kurani ose diçka nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ne sillemi. Andaj kam vendosur që cikli i ri të jetë i ndërlidhur me Kur'anin, me fjalën e Allahut xhallahu ala, por jo fillimisht që të bëj me ndonjë sure apo ajet, po që ka të bëj me Kur'anin tërësi. Do të njihemi më përse afër me librin e Allahut xhallahu ala, do të t'i qasemi nga disa aspekte të rëndësishme që e shfaqin madhështinë e këtij libri dhe që e shfaqin me të vërtetë pozitën e këtij libri dhe ndikimin e tij që duhet të ketë në jetën tonë. Para se të kalojmë pastaj tek ato aspektet e detajzuara të sureve që do t'i përzgjedhim inshallah t'i marrim së bashku. Andaj Allahu xhallahu ala të ndërruar ende pa e krijuar njeriu e ka begatuar. Dhe begatia e Allahut dhe mirësia e tij dhe kujdesi i tij për njerin është i vazhdueshëm. Për këtë arsye edhe para se me kriju njeriu dhe me sjellë në tokë, Allahu xhallahu ala ka ngrit këtë njeri dhe ka vlerësu dhe ka veçu nga krijesat e tjera. Prandaj edhe diskutimi dhe dialogu, të themi më drejt, dialogu i zhvilluar mes Allahu xhallahu ala dhe me lajkeve, pikërisht u bë për shkak të njeriut. Dhe Allahu xhallahu ala prezantoi argumente me lajkeve se kjo është krijesë e posaçme, nuk e njihni ju këtë. Andaj do t'ua dëshmoj se unë e di atë çfarë ju nuk dini. Ende nuk ishte askund Ademi alayhis salam. Allahu xhallahu ala privilegjoi dhe nderoi. Gjithashtu edhe para se me kriju Ademin alayhis salam, Allahu xhallahu xhelaluhu përgatiti të gjitha ato që i duan njërit në kësaj bote. Dhe në momentin kur ti don me nderu një musafir dhe me nderu një njeri, i përgatit të gjitha ato që kanë të bënë me mikpritjen, që kur të vijë ai të gjenë me të vërtet një ambient përshtatshëm dhe të përgatitur për qëndruar dhe për të ndajtur me ty. Andaj Allahu xhallahu ala e krijoi këtë botë, vendosi kodrat, vendosi detrat, rregulloi tëra që ka nevojë në këtë botë dhe në fund e solli njeriu. Dhe kjo është ndërim për të. Pastaj pozita që i dha njeriu, pastaj privilegje shumë të gjitha këto ja për të kuptojmë për një kujdes të veçantë të Allahu xhallahu ala për këtë njeri. Mirë, po padyshim se këto begati dallojnë mes vete. Dhe ne kur dona me klasifiku këto begati, nuk e dim si ta bën. Njeri nuk din as ti numëron begatit e as nuk din ti rendit begatit. Nga se realisht janë të shumta begatit, andaj s'ka mundësi me i numëru, por ndikimi tyre në jetën e kësaj bote është i lloj-llojshëm, andaj njeriu nuk e din realisht cila begati është më e madhe për të, pa mësuar dhuruesi begative. Dhe Allahu xhallahu ala të ndërrozë kur flet për begatit në Kur'an, padyshim se në renditjen e begative gjithmonë kryeson listën e këtyre begative shpallja Allahu xhallahu ala. Ajo është jeta dhe është gjallëria.
dhe është udhëzimi, dhe është mirësia më e madhe që Zoti xhallahu ala i dha njerëzve në kësaj bote. Dërgimi i pejgamberëve dhe dhënia e librave si udhërrëfyes tyre pejgamberëve që njerëzit u mësojnë rrugën për tek Allahu dhe u mësojnë mënyrën e shfrytëzimit të begative dhe u mësojnë njerëzve mënyrën e komunikimit mes vetë e kështu me radhë. Andaj Kurani është begatia më e madhe dhe njeriu që nga krijimi i Ademit deri në ditën e gjykimit. Nuk ka mirësi dhe nuk ka begati më e madhe dhe njerëzve. Qase nëse shpallja është begatia më e madhe përballë begative tjera, edhe në kuadër të shpalljes pastaj ka vlerësime dhe mbi vlerësime. Nga se aja është Allahu xhallahu ala që zbret çfarë don dhe aja është që vlerëson brenda asaj që shpall atë që don. Sikurse e dini, kjo ndodh në mesin e pejgamberëve, të gjithë pejgamberët e Allahut janë pejgamberët e tij. Dhe në aspektin e besimit kemi obligim të gjithë me i besu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë ndarje mes asnjërit nga pejgamberët. Kjo ndarje është në aspektin e besimit. Besojmë në të gjithë, sikur që besojmë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, besojmë edhe në Musaun alayhis salam, besojmë edhe në Isaun alayhis salam, dhe besojmë në të gjithë pejgamberët e tjerë që Zoti xhallahu ala na ka lajmëruar për ta në mënyrë të detajzuar. Ndërsa për ata që nuk na ka lajmëruar Allahu për ta, po na e dim se ka pas tjerë, besojmë në mënyrë të përgjithshme. Ne atë kuptojmë se tërë ata që Allah i ka dërguar, na besojmë se Allah i ka dërguar. Edhe kjo është e njëjtë edhe me libra që Allah i ka shpallë. Edhe Tevrati është libri i Allahut, edhe Injili është libri i Allahut, edhe Zeburi, edhe Kurani, nga librat e mëdha. Po ka pasur fletushka, Suhufi Ibrahima wa Musa, fletushkat e Ibrahimit alayhis salam dhe të Musaut alayhis salam, edhe pejgamberët e tjerë kanë pas udhëzime dhe fletushka të caktuara që Allahu ka dhënë. Dhe ne besojmë që të gjitha këto janë fjalë të Allahu xhallahu ala të zbritura njerëzve. Mirë po, edhe brenda librave të Allahu xhallahu ala ka mbi vlerësime, për këtë arsye në këtë përshkallëzim nga begatia para Ademit alayhis salam, Ademi alayhis salam, begatitë e tij, atë që Allah ka udhëzuar, mirësi që ka për njerëzve, pastaj shpallja më e madhe në kuadër shpalljes pejgambert, librat, dhe duke shkuar kështu me eliminime, po them kushtimisht në aspektin pozitiv të begative për t'i graduar dhe renditur, gjithmonë çdo eliminim Kurani mbetet apo. Do të asnjë nuk bie nga kombinimi. Kur bie fjala për t'i krahasuar dhe për t'i renditur begatit, është begatia më e madhe që Zoti xhallahu ala na ka dhuruar. Prandaj për shkak se është kështu dhe për shumë arsye tjera, ne kemi nevojë që të njihemi me këtë libër. Të ndërrohet Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an flet për këtë libër. A i dim na trajtimet e Kur'anit për Kur'anin, si e ka trajtu Kur'anin? Këtë kemi nevojë me mësu. Si e ka trajtu pejgamberi sasëm Kur'anin? Përgjithsisht, pastaj si e kanë trajtu dietarët këtë Kur'an? Gjitha këto e shfaqin madhështinë e këtij Kur'ani. Gjitha këto e shfaqin atë që thamë më herët, do të thotë mirësinë e madhe të Allahu xhallahu ala që na dha me këtë Kur'an. Nuk ka begati që Zoti ja ka dhënë njerëzimit e që do të thotë i është kushtuar vëmendje dhe rëndësi kaq e madhe sikurse fjalës së Allahu xhallahu xhelaluhu. Fjalës së tij, do të thotë Kur'anit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, ajo që na e bën këtë temë të rëndësishme është edhe fakti se njerëzit nga pakujdesia e tyre përballë Kur'anit dhe mosqasja përballë ti Kur'anit nga të gjitha këndet që duhet i qasen, mund t'u rrezikon raportin me Kur'anin. Dhe kur të rrezikohet raporti me Kur'anin, njerëzit mund të konsiderohen si ata që e kanë në braktisë Kur'anin. E kur të braktisin Kur'anin, pastaj goditin me dënime të shumta dhe të ndryshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. E një nga ato dënime është vetë ankesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë në Kur'an: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe i dërguari u prezantoi në mënyrë më të mirë kurajshve Kur'anin. I mësonte, i bente se ky Kur'an është fjalë e Allahut. Ata u bendën, por e refuzuan nga inati dhe mendjemadhësia kurajshtë e Mekës. Dhe në moment caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke mos ditë arsyen pse vallë, çka ka në këtë Kur'an mongo që realisht njerëzit nuk e marrin, nuk ka asgjë. Dhe tha: "Ja Rabbi, o Zoti jam,
ky popull jam, këta njerëz të mi, këtë Kur'an ittakhadhuhu mahjura, e lanë paspinë e braktisën, nuk kanë raportet mira me te. Dhe kjo ankesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, drejtuar Allahu xhallahu ala, për mos respektim ndaj Kur'anit dhe mos ndërtim të urave të komunikimit me te, realisht është për qërtim. Nuk është anku pejgamberi sa Allahut për t'i treguar diçka që ai e din më mirë se ai. Po kjo ankesë në esencë përban qërtimin dhe kritikën atyre të cilët e braktisin këtë libër. E braktisja e Kur'anit të ndërlozër bëhet në mënyra të shumta dhe të ndryshme. I kanë përmbledhur dietarët në 5 kryesore. Do ka forma të shumta që njerëzit përmes tyre e braktisin Kur'anin, ose me e kthy ndryshe këtë prezantim. Ka forma të ndryshme që njerëzit i qasën Kur'anit, po flas me gjuhë pozitive. I qasën Kur'anit të shumta. Dietar kanë përmend 5 rrugë kryesore, 5 litar kryesor që duhet të kapemi për ta, që të llogaritemi të kapur për librin e Allahut xhallahu ala. Ase Allah na ka obliguar që të kapim për këtë libër, wa atasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë së bashku për litarin e Allahut. Litari i Allahut cili është ky Kur'an. Fjala e Allahut xhallahu ala që e ka zbrit është litari i Allahut që duhet të kapim për të shpëtuar. E ky litar, nëse kështu simbolikisht e trajtojmë, ka fije të veta. Çdo fije fuqizon këtë litar. Andaj sa më prezente këto fije të këtij litari, aq më e fuqishme është kapja jonë për të. Prandaj dietarët kanë thënë se fijet e këtij litari janë 5 kryesore që e bëjnë këtë litar të fuqishëm, dhe e kundërta. Do të braktisja e ndonjë rrugë nga këto rrugë të qasjes ndaj Kuranit është realisht dobësimi i këtij litari, që pastaj edhe e dobëson edhe të kapërit për te, e pastaj edhe e pamundson komunikimin e drejtë me te dhe gjithashtu edhe shpëtimin dhe ato mirësi që i sjell fjala e Allahu xhallahu ala. E para kanë thënë dietarët është leximi i Kuranit. Edhe këtu ka trajtim. Do të mësojmë se çka nuk kupton leximi dhe si lexohet dhe pastaj gjithashtu sa duhet të jetë periudha kohore që besimtari ku paskoj i kthehet leximit, a është për ditë, a është një, si ka drejtuar dietarët leximin. Kjo është njohje me Kur'anin, të njihemi me këtë rrugë. Leximi është një rrugë që na lidh me fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj e dyta është të punuarit me udhëzimet e Kur'anit, pasi që kemi kuptuar ato që ka kërkuar Allahu prej neve. Edhe këtu duhet shikuar se si kuptohet Kur'ani. Nga që sot po ka prezantime dhe oferta të ndryshme, do të thotë që ofrojnë mundësi si me kuptu Kur'anin, si interpretohet Kur'ani. Dhe kjo është më rëndësishme të kuptojmë mbi cilat baza ndërtohet interpretimi i drejtë i Kur'anit, që ta kuptojmë drejt fjalën e Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është fija e dytë, ose me rëndkundërtën, do të thotë mosnjohja e kësaj, mosnjohja e bazave, jo detajisht se pastaj është çështje e dietarëve, pas paku e bazave të përgjithshme të njohjes së Kur'anit që neve na ndihmojnë me punu me të, gjithashtu është një lloj braktisje. Andaj leximi, pastaj të punuarit me të. E treta është të gjykuarit me këtë Kur'an në jetën tonë të përditshme. Ka shumë ngjarje që na i gjykojmë, e mirë e keqe, persona të caktuar, veprime ndryshme dhe shumë të tjera që kanë të bëjnë me gjykimin, që në jetën e kësaj bote ne kemi nevojë, duhet të kuptojmë se ku është roli i Kur'anit në këto gjykime, në këto vendime që ne i nxjerrim në jetën e kësaj bote. E katërta ka thënë dietarët është të shëruarit me këtë Kur'an. Dhe fatkeqësisht njerëzit kanë kuptuar shërimin në Kur'an vetëm kur njëri ndoshta tërbohet nga prekja e shejtanëve dhe gjinëve në mënyra të ndryshme, ata shkojnë këtij me i vë rokje me i lexu Kur'an apo. Kjo nuk është forma vetëm e shërimit, nëse kjo është forma është më periferike e përdorjes së Kur'anit për shërim, nëse po them kushtimisht mundem me thonë diçka që është qendrore dhe periferike apo. Ndërsa shërimi i Kur'anit kupton fillimisht shërimin e smundjeve të mbrëmshme Allah. Po, zilin, smundjeve të zemrës janë, lakmin, e pastaj shumë të tjera që janë smundje të zemrës dhe të shpirtit, si i ka shëruar këto Kur'ani apo. Kjo është ilaç. Madje është shërim. Madje është shërim apo. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an ilaçe të ndryshme.
Mirë po kër e prezentën Kur'anin si ilaç e bën në mënyrë të posaçme. Kur thot për shembull për mjaltën, në surën Nahl, Allahu xhallahu ala përmend mjaltën si ilaç, për shkrim. Thot fihi shifaun linnas. Në këtë do të thot lëng që del nga bleta ka shërim për njerëzit. Shërim, kaq. Ndërsa kur thot për Kur'anin, thot wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kjo është shërim i posaçëm. Allahu xhallahu ala thot dhe ne zbresim Kur'an që të ka shërim për juve edhe rahmet edhe mëshira, thot. Nuk ka veç thjesht shërim, po vije edhe një hedije ekstra shërimet e rahmeti Allahu xhallahu xhelaluhu, thot. Prandaj është i posaçëm shërim, nuk është sikur se ilaçet e tjera. A e trajtojmë na Kur'anin si mënyrë për të shëruar? Shërim të brendshëm, të smundjeve të zemrës, jo kardiologjike, po të veseve të këqija që në mena vetës tonë, shërimin e problemeve shoqënore, familjare, edhe këto shërim, shërimin e shumë zënkave mes njerëzve dhe shkputjes së raporteve, Kurani vije dhe i sanon ato zënka, ato probleme, i largon, i eviton ato virusa të problemeve dhe i lidh njerëz mes veti. Dhe historikisht është dëshmuar se nuk ka pas ndonjë litar që i ka lidh njerëz më fuqishëm mes vetes se fjala Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe mjafton shembull për këtë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muhaxhirët dhe ansarët, lidhje e mahnitshme dhe mrekullueshme mes njerëzve që s'janë njoft kurrë, janë njoft vetëm përmes fjalës Allahu xhallahu ala. Kush i ka njoftuar mes vetë muhaxhirët me ansar? Fjala Allahu xhallahu ala i ka njoftuar. Prandaj ka shëruar shumë probleme me këtë Kur'an. A duhet me kuptuar na, nëse obligohemi me pas lidhje të kurimit dhe shërimit me Kur'an, si e kjo lidhje? Si e kanë ndërtuar këtë dietarët? Edhe kjo është një huri për Kur'anin që duhet të kemi ne si muslimanët. Dhe aspekti i fundit është meditimi. Meditura dhe fjallës Allahu xhallahu ala. Dhe meditimi i cili e përmirëson kvalitetin tonë të leximit të Kur'anit. Që Allahu xhallahu ala realisht e ka zbritur Kur'an dhe kur përmend një nga arsyet e zbritjes thotë liyadabbaru ayati. E kemi zbritur këtë Kur'an që kjo li në arabisht i thonë li ta'lil, për arsye, i leti në të kuptim pozitiv. Domethënë shkaku i zbritjes është liyadabbaru. Për çita e keni zbrit. Nëse nuk e meditoni, si a keni qëlluar, do të thotë nuk e keni respektuar synimin dhe qëllimin tonë të zbritjes. E si meditohet Kur'ani? A mundemi na me meditu Kur'anin realisht pa gjuhë arabe, nëse jemi dietar, nuk dim tefsir, mundemi. Po këtë kena me mësu inshallah se si na mundemi me meditu Kur'anin me këtë që kemi para vetes sonë. Dhe kjo është një fuqizim i lidhjeve tona me Kur'anin. Prandaj, nëse na kthehemi në librat e dietarëve të ndërlozur, është një bibliotekë hatashme e madhe e librave që janë shkruar vetëm për Kur'an. Nuk po flas për koment, tefsir, jo, shërbim të Kur'anit. Për këtë arsye edhe në Islam është një shkencë e posaçme quhet shkenca mbi Kur'anin, ulumul Kur'an. Dhe nuk është ilmul Kur'an, nuk është një shkencë mbi Kur'anin, shkencat e Kur'anit apo. Ka ndalë shumë shkenca që realisht janë formu për të shërbyer kuptimit të Kur'anit. Ne ka shumë informata, ka shumë gjëra që realisht ne nuk do të futemi në ato shkenca thellë, për shkak se ato pastaj janë faza, janë etapa, ndoshta më të avancuara të shoqërimit në Kur'an. Mirë po, njëri të përgjithshme kemi me ditë. Kemi me ditë ajo që ka të bëjë për shembull me turbimin e Kur'anit, me ndarjen e Kur'anit, diçka ka zbrit Mekë, diçka ka zbrit Medinë. A ka këtu çka interesant që na duhet me ditë? Për shembull këtë ndarje, trajtimi i sahabëve ndaj Kur'anit që kanë bërë, forma të tjera të njoftimit me librin e Allahu xhallahu ala që të mundohemi me i shpalos inshallah dal ngadalë në takimet e ardhshme. Dhe për fund të ndërruar Vëllazër, ajo që duhet ta kuptojmë është se Kur'ani ka ndikim të madh në jetën tonë. Dhe roli i tij në jetën tonë është shumë dimensional. Prandaj kemi nevojë na me njoftë këtë libër. Të shumë të thashën ato që e përbëjnë rolin e Kur'anit, po du mi përmend 3.
kryesore. 3 kryesore që kanë të bëjnë me ndikimin e Kur'anit dhe me rolin e Kur'anit në jetën e besimtarit. E para është, Kur'ani është mjeti i vetëm që e kena para durve, i cili na udhëzon për tek Allahu xhallahu ala. Pa Kur'an, a dim na, pa Kur'an, a dim na çka Allahu don për neve? Nuk e dim. Ku e dim na se do të më fal sabahun pa Kur'an? Nuk e dim. Na kështu flajtash. Kur'ani na ka mësuar më quafë. Na ka udhëzuar se këtë ku Allahu don më pon xhami. Kush na ka mësuar kështu? Kur'ani. Vije Ramazani, na agjerojmë. Kush na ka mësuar? Kur'ani. Mos më qenë Kur'ani, a kështu ditë na kur më agjeru? Jo, as kështu ditë që duhet më agjeru belapta. Largohemi nga këtë punë të këqija, nga kjo punë e keqe, pse largohemi? Qase na ka udhëzuar Kur'ani atë. Andaj udhëzuesi më i qëndrueshëm dhe më stabil dhe më i sigurt për tek Allahu është Kur'ani. S'ka tjetër. Andaj Allahu thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ky Kur'an udhëzon në atë që është më e sigurta, më stabile. Njerëz mund të bëjnë eksperimente me provu, mos pëdo zoti kësaj, mos pëdo zoti kësaj. Dhe çka ju thojmë? Nëse kuptojmë njerëzit provojnë. Ndërsa a jena të provuna me Kur'an? Edhe na këtë ata provojnë tjerë, mos pëlqen çka po thon Allah, edhe na provojmë. Jo, na provojmë, ndaj na të sigurt. Na me të sigurt e dim se çeta Allahu e don atë. Prandaj kjo është ulëti apo na ofron bindje, qetësi, siguri. Në jetën tonë të përditshme që të udhëzohemi me Kur'an për atë që Zoti xhallahu ala don atë. Andaj ti e merr Kur'an lexon dhe krejt çka kalon te din se gjithçka çka ka këtu Zoti e ka lipë te japën. Aja ka zbrit. Dhe përmes këtij Kur'ani arrin tek Allahu xhallahu ala. E dyta nga roli, pika që ndoshta mund të përmenden kur flitet për rolin e Kur'anit në tonë është formimi i këtij besimtari. Kur'ani të formon. Apo, nëse shumë epshe, shumë mendime, shumë gjëra në këtë botë na kanë deformuar. E kanë deformuar njerin. Kërë kur është dikon që ka bën, domthon ai formën e jashtme ka njëri, po realisht është i deformuar. Nuk është në formën njerëzore sjellja e tij, nuk është në formën njerëzore të folët e tij, nuk është në formën njerëzore të menduarit e tij. Qase njëri normal nuk mendon sikur se mendon shumë njerëz fatkeqësisht apo. Janë të deformuar, edhe në mendime të deformuar, edhe në sjellje, edhe në fjalë e kështu me radhë. Andaj Kur'ani formon. Isha për shembull në Kur'an, Allahu xhallahu ala përmend shumë vende kush janë njerëz të mirë, kush janë rob të Allahut, sikurse për shembull wa ibadur rahman, rob të atij që Allahu i don, rob të Allahut të gjithëmshirshëm janë ata kush bëjnë kështu, ata bëjnë kështu, ata bëjnë kështu. Dhe të formon të pajisë me cilësi, të pajisë me virtyte. Dhe çdo virtyt që të jap Kur'ani, çdo cilësi që të jap është një lloj formimi i jot, që në fund të formohesh si njeri meritor për të shfrytzuar begatit e Allahu xhallahu ala. Meritor për të qenë më këmbë si Allahu në tokë kështu më radh. E kjo nuk mund të arrit pa njoft këtë Kur'an. Nuk mundesh me pas qasë sa më shumë e një, vallahi, çu dashnia për të më shumë. Sa më shumë shpalos dije për të, shtohet bindje për të kështu më radh. Dhe roli i tretë i Kur'anit është na lidh me Allahun, na udhëzon ka Allahu, na formon si njerëz dhe të na ruan nga deformimet. Është kështjell dhe imuniteti i vetëm i cili garanton siguri shëndetësore përballë viruseve të kësaj bote është fjala Allahu xhallahu ala. Ka shumë virusa. Ti i shëndetshëm apo dhe tash duhet me ruajt shëndetin. Shëndetin mental të mendimeve tona, shëndetin ndoshta në përgjithësi, jo në kuptimin organik dhe material. Po edhe këtë Kur'ani garanton. Por po flas edhe për ato që është për tek këtij dimensioni organik. Atë që ka të bëjë me formimin e njerit, kush na ruan apo? Allahu xhallahu na ruan. Këtë keni armik, inna shaytana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shiko, na mëson për armikun kryesor. Shejtani është armiku i juaj. Andaj vendosni mbrojtjen e duhur përballë kurthave të tij, këtu janë kurthat e tij, mëson si bën kurtha, mëson ka vjen, mëson si më mbrojt. Andaj roli i tij ka edhe
do thotë karakter mbrojtës, ka karakter udhëzues, ka karakter formues, edhe ka karakter mbrojtës. Këto janë të gjitha ato që kanë të bëjnë me Kur'anin. Por për të implikuar gjitha këtu në jetën tonë dhe për të zbatuar fuqishëm dhe bindshëm, kushtëzohet njohuria. Sa më shumë ke njohuri, ne e dim përgjithsisht të ndërlozur se Kur'ani është fjala e Allahut, ne e dim se është e mirë, ne e dim, e dojmë, ama keni me pa që çdo fjalë që e mësojnë më shumë për te, ka më ushtruar dashuria më shumë për te. Se kjo është normale. Sa më tepër të shpalosim nga madhëria e këtij Kur'ani, që ka aspekte të shumta në Kur'an që shfaqen madhështinë e këtij Kur'ani. Sa më shumë aspekte shpalosim nga kjo madhështi, më tepër rritet respekti jonë për këtë libër dhe gatishmëria që ta kemi në dorë tona dhe të lidhim me të me të gjitha ato lidhje që ceka më herët, edhe të leximit, edhe të punës, edhe të gjykimit, edhe të shërimit, edhe të meditimit e kështu me radhë nga ato që i përmendëm. Andaj shpresoj që kjo të jetë një hyrje e përgjithshme, do të thotë vetëm një motivim edhe një ndoshta prezantim i disa arsyeve të përgjithshme që na bëjnë me të vërtetë të trajtojmë këtë temë dhe të flasim për të inshallah në dersat e ardhshme. Andaj shpresoj që të vazhdojmë inshallah në dersat e ardhshme të flasim për Kur'anin, njohuritë për të dhe aspektet që shfaqin madhështinë e këtij libri, e që pasaj ndoshta pas të njohjeve mundemi lirshëm të lundrojmë edhe në disa prej sureve të tij që të kemi një lidhje më të fuqishme me këtë Kur'an. Allahu xhallahu ala na lidh me këtë Kur'an, na udhëzof me të, na bëhet udhërues në këtë botë dhe Zoti na bëft ndërmjetësues dhe ndriçues dhe shpëtimtar ditën e gjykimit. Allah e shpërblet me kaq për do fondu sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillah.